Meditim për falje. Ky meditim është një proces i brendshëm faljeje dhe çlirimi emocional. Ky meditim bëhet për të liruar zemrën nga pesha e fajit, dhimbjes apo zemërimit. Gjatë meditimit, do të përballesh në mënyrë simbolike me dikë që të ka lënduar, edhe nëse ai person nuk është më në jetë, për të shprehur emocionet e pambyllura dhe për të krijuar paqe brenda vetes. Qëllimi është të ndërpritet lidhja e dhimbjes dhe të rikthehet energjia tek vetja më me shumë qetësi, lehtësi dhe vetëdia. Ky meditim për falje mund të përsëritet derisa ju të ndjeni që jeni çliruar plotësisht nga një lëndim. Ky meditim mund të bëhet për të falur një prind, ish partnerin, falje ndaj dikujt që ka ndëruar jetë papritur, ose falje ndaj vetes për gjëra që nuk u than kurrë. Atëherë fillojmë meditimin. Gjej një vend të rehatshëm. Uluni ose shtrihuni. Mbyllini syt dhe filloni të merrni frymë thellë. Merrni frymë thellë me hund dhe nxire me gojë. Merr frymë thellë me hund dhe nxire me gojë. Ndje frymën teksa hyn çdo pjesë të trupit tënd dhe të relakson. Ndje teksa çdo frymëmarrje të zgjeron dhe krijon një hapësirë të brendshme brenda trupit tënd. Dhe me çdo frymëzjerje ndjen teksa largon çdo ngarkesë që nuk është e jotja. Vazhdo të marrësh frymë me ritmin tënd dhe vendos dorën mbi zemër dhe thuaj: jam gati të shoh të vërtetën time me butësi. E bëj këtë për shërimin tim. Tani, imagjino një vend të qetë, neutral, të mbushur me dritë dhe paqe, një lëndin, një bregdet, një natyrë. Dhe në këtë vend, përballë teje, shfaqet personi.
Mos e detyro figurën, por lëre të vi but afër teje. Dhe teksa I shikon që afrohet, shikoje në sy. Dhe thuaj në heshtje, ose me zë të ullët. Ka gjëra që më kanë lënduar. Kam mbajtur dhimbje dhe ndoshta zemërim. Por sot zgjedh të mos e mbaj më këtë barë. E pranoj që kjo më ka prekur thellë dhe lejo emocionet të dalin. Mos I ndalo lotët, trishtimin. Tani thuaj të falë. Shikoje në sy dhe thuaj të falë. Të falë. Jo sepse ajo që ndodhi ishte e drejtë, por sepse unë dua të jem e lirë. E liroj lidhjen e dhimbjes mes nesh. E mbaj vetëm mësimin dhe dashurinë. Imagjino një fije energjie të rëndë mes jush që shpërbëhet në dritë dhe ndjeje lehtësimin. Tani shiko brenda vetes dhe thuaj: nëse edhe unë të kam lënduar me fjalë, heshtje apo veprime, nëse kam reaguar nga frika apo dhimbja, të lutem më fal. Më fal edhe ti mua. Të lutem më fal. Më fal edhe ti mua. Imagjino që dhe ai person e pranon këtë energji dhe kjo energji shndrohet në mirë kuptim. Tani thuaj të fal. Më fal edhe ti mua. Të fal. Më fal edhe ti mua. Unë të fal ty. Më fal edhe ti mua. Të fal. Më fal. Të fal. Më fal. Jemi të lirë. Jemi të lirë. Shiko si mes jush mbetet vetëm dritë e pastër. Nëse personin ka ndëruar jetë, thuaj të lejoj të jesh në paqe. Unë vazhdoj jetën time me zemër të hapur. Imagjino energjinë tënde që kthehet nga çdo kujtim, situatë apo moment I lidhur me të. Dhe kjo energji hyn në zemrën tënde
si dritë e ardhë. Dhe thuaj, e rimar energjin time, jam e plot, jam e lirë. Unë jam e plot, unë jam e lirë. Tash unë jam e plot, tash unë jam e lirë. Dhe ndjej këtë energji, të fuqi të brendshme brenda në trupin tim. Dhe merr frymë thellë me hund dhe falendero veten tënde për këtë proces falje. Faleminderit vetja ime që më fale, më mësove të fal veten dhe personin që më lëndoj. Faleminderit që lejove të çlirosh emocionet e pambyllura dhe vendose të integrosh energjinë e krijimit. Faleminderit vetja ime që tash më ke integruar energjinë e krijimit, energjinë e shërimit dhe ndjej këtë energji krijuese brenda në trupin tim. Faleminderit trupi im, shpirti im, zemra ime, mendja ime, dhe ju bekoj të jeni të lira, të jeni në paqe, në qetësi, në harmoni. Faleminderit. Faleminderit. Dhe e bekoj veten time të ketë paqe. Faleminderit krijuesi që më mbështeti në këtë proces. Merr frymë thellë, vendosi duart mbi zemër dhe ndjej qetësinë. Dhe kur të jesh gati, mund të hapësh sytë dhe qëndro me energjinë krijuese brenda trupit tënd.